Ricky Martin nuk është më interesuar për të shkuar në festa të ndryshme pasi për të fëmijët mbeten vëmendja kryesore e tij. Këngëtari homoseksual, i cili u bë baba i binjakëve Matteo dhe Valentino, më shumë preferon të qëndrojë me djemtë e tij dhe partnerin Carlos Gonzalez sesa të shkojë në festa të ndryshme. Gjithçka tani në jetën time sillet rreth djemve të mi binjak. Unë zakonisht në mbrëmje shkoja në ndonjë fest, por tani më pëlqen shumë të qëndroj në shtëpi, të lexoj diçka, por mbi të gjitha të merrem me binjakët e mi, theksoi këngëtari latin. Katy Perry ka deklaruar se nuk ka asnjë problem në martesën e saj me Russell Brand. Reagimi i këngëtares vjen pas spekulimeve se krijuesja e hitit I Kiss a Girl dhe komiku britanik nuk po shkojnë mirë me njëri tjetrin muajt e fundit. Çifti që u martuan një vit më parë rrallë po shihen së bashku, ndërsa thashethemet pohojnë se ata janë prandarjes. Mirë po këngëtarja ka shfrytëzuar profilin e saj në Twitter për të sqaruar se gjithçka është në rregull me martesën e saj. Askush nuk e beson sot, por Enrico Iglesias ka rrëfyer se gjatë adoleshencës nuk ka pasur sukses me femrat. Gjithmonë më thyenin zemrën vajzat. Shumë nga vajzat që më kanë refuzuar u rikthyen pas u bëra i famshëm, thot këngëtari. Enrico thekson se është shumë e lehtë të lidhesh me vajza kur je i famshëm. Nuk është se duan të martohen, vetëm se i pëlqen kur kanë marrëdhënie me dikë të njohur, shton spanjolli, i cili ka 10 vjet i fejuar me ishtenisten Anna Kournikova. Eva Longoria po mundohet të heqë nga vetja imazhin e vajzës sipërfaqësore që e ka fituar fal interpretimit në serialin Shtëpiake të dëshpëruara. Në filmin e saj të fundit, Without Men, pa burra, aktoreja luan rolin e Rosalbës, e cila udhëheq gratë një fshati në Amerikën Latine ku të gjithë burrat përveç priftit janë të rekrutuar si ushtar. Kështu që ajo përfundon duke pasur një marrëdhënie me shoqen e saj të interpretuar nga Kate de Castillo.